Viti i dytë që kthehet kjo traditë, edhe më shumë se sa Shkodrës më duket nuk i takon kërkuj në Shqipni. Kjo quhet festival në fakt. Ne kemi ftu nga gjitha rrethet, edhe nga Kosova, nga Maqedonia, qytetet më të largta të tonët. Do t'jenë për natë, ne jemi për natë në shfaqje. Shkodra. Ato janë të ftuar, sigurisht 1, 2, 3 mund t'jenë një shfaqje. Unë mendoj që nuk më takon ndoshta me lëvdu në shfaqjen, duhen t'jetë me folë për ne. Po mendoj se shkoj mirë, shkoj bukur. Dhe më thënë, Arjan Quliqi e tregoj vedin edhe njëherë si regjizor, sidomos regjizor i humorit, edhe interpretoj edhe vetë, kena pas edhe Sandrin si mjetë që ka nga Amerika. Besoj se materialet ishin të bukra, me kulturë, dhe të shinata e parë sonte, edhe për ne, sepse kemi prit ku du të kemi reagimet, besoj se në tjera do të shkojnë edhe ma mirë, edhe ma bukur. Materialet thash, kemi pas janë gjitha treja materialet e këtij festivali, sa ashtu duhet t'jenë. Besoj se shkun mirë, shkun bukur, nuk e di, spektatori u knaq, pat reagime. Edhe ky filmimi ka qenë shumë i bukur, ky materiali me Besen. Qa t'ju them tjetër? Mungon humori i pastër sot? Ka nevojë për... Në Shkodër ja, nuk mungon. Pa banalitete. Për ta mbajtur steken kaq lart. Pa banalitete. Humori shkodran nuk ka nevojë për banalitete. Ne kemi pas gjithmonë. Ne ndoshta shkojmë deri aty sa me i kuptu humorin, po jo kur direkt. Besoj se edhe këta të ftumt ishin mirë, besoj, me qa pam reagimet e spektatorëve. Kështu që besoj se vit për vit do t'jetë ky festival. Tash na nuk vim të urinu. Në dy shfaqjet e fundit është shtuar si komponent shumë i nevojshëm, të bazik ngrohja, ju si pjesë gjithjetër në teatrin e Gjenin. Jo, më vjen mirë që spektatorit pakten ka pas ngrohje, të i fillu që nga holli atje poshtë e korridorit e gjitha, kurse na nuk kanë përfundu akoma, po s'ka rëndësi se në dzehen a prej shfaqjes. Pastaj edhe dzeti vjen, kur është në salë, vjen dzet, pa hina mësu në ato në jetën kështu. Nuk në bën përshtypje. E falënderojmë kryetarin, ka bën një punë të jashtëzakonshme, sepse unë kam 60 vjet këtu, ndoshta në fillim me një kaldaj e pakt ka kenë, po jo kja ngrohje. Kena pështu mirë, kena kenë shëndetshëm si duket, kena pështu po ne ftu.